4 dhe 5 fishuar. Shumë ikin nga kjo botë pa e njohur dot drejtësinë e re, e premtuat më të madhe si shpëtim, por ajo sot ka këtë fytyrë që po e shohim gjithë. Nëse në kohën kur nisi reformën e sistemin e drejtësisë gjyqësore kishte një stok prej 10 deri në 15.000 dosjesh dhe kur një gjykim nga shkalla e parë deri në gjykatën e lartë zgjaste nga 4, 5 apo 6 vjet, sot një dosje zgjat nga 16 deri në 20 vjet. Nëse një vendim gjyqësor arsyetohej për një periudhë kohore 15 ditë deri në 30 ditë maksimumi, sot një vendim gjyqësor sipas raportit të ILD-s pranë Komisionit të Ligjeve dhe Raportimeve në Parlament dhe varion nga 4 muaj minimumi në raste më të mirë në 1300 ditë ose mbi 4 vjet e gjysmë. E imagjinoni se në çfarë kushte katastrofike jemi. Imagjinoni gjyqtar që kanë sipas statistikave mbi 1000 dosje për mbi një vit pa arsyetuar. Mënyra se si është ndërtuar reforma, shkarkimet në mënyrë të menjëhershme kanë bërë që qindra vendime të mbeten vetëm me shkurtime vendimesh, ose vetëm me shpallje në audio, dhe palet nuk do të marrin kurrë një vendim të arsyetuar. Stokun më të madh në histori, 140.000 deri 150.000 dosje, numri i dosjeve në pritjen e shtator të këtij viti. 45.000 vetëm në apelin e jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë, po aq edhe në gjykatën e apelit administrativ, megjithëse kjo gjykatë u krijuar për të evaluar dosjet për një periudhë 2-3 vjeçare në gjykatën e lartë, deri në gjykatën e lartë. Janë sot në shqyrtim dosje të vitit 2017-2018, pra rreth 8 deri 9 vjet me vonesë në gjykatat e apelit dhe rreth po kaq edhe në gjykatën e lartë. E kuptoni pra sa e largët e vonuar, sa e paprekshme është për njerëzit. Kjo nuk është drejtësi, kjo është drejtësi selektive, se qytetarit i thjesht i duhen 16 deri 20 vjet për të përfunduar një gjyq, ndërsa ish drejtuesës së KLG-s në konflikt të hapur ju deshen vetëm 4 vjet për të përfunduar një gjyq nga gjykata shkallës parë në gjykatën e lartë. Shitsi që të ndodhë së fundi, a është normale që 42 magjistratë të rinj të presin për 3-4 muaj për të emëruar që të futeshin në sistem për të rritur kapacitetet e evadimit të dosjeve, a u zvarriten me muaj nga KLG-ja? Pse? Asnjë shpjegim. Sipas parashikimeve të KLG-s dhe KLP-s, as në vitin 2028 nuk do të kemi gjykata dhe prokurori të plotësuara dhe stoqet e dosjet dhe vonesat do të rriten edhe më shumë dhe kostot e qytetarëve do shtohen akoma më shumë dita ditës. Drejtësia e re lindi, siç u tha atëherë, si nevojë për të ndaluar korporatizmin. E mbani mend, jo pa për jush kanë qenë aktiv në atë kohë pjesë e aksionit edhe në këtë sallë. Por zhvillimet e fundit në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese, çfarë tregojnë? U luftua ra korporativizmi me akte e ato skena që u bën publike edhe në media. Ata që ishin ekspertë të nivelit të lartë të reformës në drejtësi, sot janë drejtues të këtij sistemi dhe legjislacioni miratuar është një prerje sipas mizurave të këtyre personave. Apo kemi dështim total dhe luftë për kontroll absolut të pushtetit gjyqësor. Dhe përpjekja për zhdukur pakicën, mendimin ndryshe, pse kjo ishte shpresa e madhe për drejtësinë e re, që ajo t'i ngjaj asamblesë së Partisë Socialiste, ku diktati është norma ku askush s'mund kundërshtojë.